Pra, pëthoja që po objektivizohet individi. Kjo është e keqa që po shtënjë si fenomen në mënyrë si të pakuptueshme këto njohje të kryera nëpërmjet mediave sociale apo aplikacioneve online, po e shtojnë këtë fenomenin të orientuarit të individit egoist, individualist, modern, për të qenë më shumë materialist, për të bërë një zgjedhje thjesht bazuar një foto, është e bukur, s'është e bukur, është brune apo është bjonde, apo të një mashkull ka muskuj, s'ka muskuj, ka makinë, s'ka makinë, sa para ka, sepse në aty jepen edhe elemente apo edhe kur prezentohen. Po në vetvete çfarë kërkon ti për të lidhur? Nëse ti kërkon një lidhje në terma afatgjat, sigurisht që kjo bukuri sot është nesër s'është, edhe ky muskull sot është nesër s'është, qoftë e femra, qoftë e mashkull. Dhe gjithçka është e ndryshueshme edhe pjesa e vonës së paras, nëse dikush shfaqet me një makinë super të bukur, sportive, shumë e shtrenjtë, e cila është blerë në një formë jo, themi jo me djers, jo me një punë të ndershme. Pra, kuptohet se si janë blerë, nëse është një djalë i ri dhe kuptohet se si janë blerë, si është blerë ajo makinë. Sot e ka, nesër se ka. Pra, nesër do jetë në burg. Pra të pëlqejnë ty të jesh me këtë kontingjent, pra individi duhet të thellohet pak më shumë kur tenton për të njohur një individ. Kjo është ajo që rekomandohet, të thellohen për të kërkuar ato element që të bëjnë të ndihesh mirë.